paguajt e pastrimi, fatura, pse o problem mënyra e inkasimit? Ne nuk e kemi pas problem a pagun komuna, a këto a paguat direkt në pastrim. Sepse në fundit kuvendi komunal ka vendos dhe rregulloria që është votu është një akt ligjor i detyrueshëm për gjitha palët. Përfshi qytetarët, përfshi neve si ndërmarrje, po përfshi edhe vetë komunën. Ne duhet ta zbatojmë atë. Dhe thirrja që është bë jashtëligjshëm, sepse në rregullore thuhet qartë që duhet të bën në pastrim. Dhe komuna, kur është bë kjo thirrja, kjo është bë mbi bazën e një emaili, hipotetikisht ata e kanë menduar që duhet pezullohet rregulloria, sepse zyra ligjore ja ka dhënë një mendim të tillë, dhe me një mendim ligjor ata e kanë pezulluar një rregullore, një akt të nxjerrë nga kuvendi komunal. Kjo është fatkeqësia, sepse ne jemi të vujt financiarisht, nuk është ndjenjë mirë për neve që është ndalë shërbimi. Mos mendojnë qytetarët që ne kemi ndalë shërbimin, se veç na ka pagu komuna edhe ne kemi pare, po dojmë mi dhonë leksion komunës. Nuk është e vërtet. Ne s'kemi pare, ne edhe sot se kemi pagu një pjesë pare. Kjo pastaj, zotiri Qita, me që jemi në vetë zgjedhor lokal, kjo po shfrytëzohet politikisht. Fatkeqësisht. Mirë po, narrativa politike e ka një qëllim tjetër, sepse qëllimi i vërtet është tenderat e jashtëligjshëm që po i bojnë. Është ana korruptive masive që po tentohet. I një drejtuar prokurorisë? Po, patjetër, ne edhe prokurorisë dhe policisë, po sigurisht. Ne kemi marrë hapat. Çfarë dëshmish keni deponuar? Shumë shpejt dalin edhe merren vesh të gjitha veprimet që i kemi bë, edhe thirrjen që kemi bë edhe zyrtarisht, sepse ne në komunikimin në fillim të muajit, jo tash kur e kemi ndalë punën, ne kemi njoftuar edhe prokurorinë edhe policinë, bashkarisht edhe komunën ku i kemi bë me dije që në rast se vazhdohet më këtë situatë, keni me na pru në një situatë detyrimisht detyru me ndalë punën për shkak të pamundësisë financiare me operu. Mirë, por nuk është i raport që keni probleme financiare, zotri Reqica. Nuk e din kalumën, për neve është hera e parë. Tash është shumë kohë që ka probleme financiare. Madje edhe keni bërë, komuna ka bërë dhe subvencionim të shumë të herë. Sa herë duhet që të subvencionohet kompania pastrime që të bëjë një reformë ndoshta? Unë nuk kam kërkuar për shkak se ne si qytetarë shohim vetëm mbeturinat. Kjo lufta mes juve dhe komunës që po zgjat tash disa kohë edhe që nuk po ndalohet, neve dhe gjithë qytetarëve të tjerë nuk na intereson problemet që ju i kene. Neve na intereson të shohim qytetin e pastër. E që realisht nuk po e shohim. Një drejtor është liruar nga detyra pikërisht për këtë çështje. Nuk e kemi herën e parë që Prishtina ka probleme me mbeturina. As herën e parë që pastrimi është keq financiarisht. Ka kohë që keni probleme financiare. Sohet me qartësu këtë pjesë, sepse e para për pjesën pse ka pas borxhe financiare, unë e kum trashëgu ashtu. Unë e kum gjetë me borxhe. Edhe sa borxhe realisht ka tani pastrimi, ta kemi të qartë. Që tash ta kallëzoj, nëse na paguan 2.7 milion euro, so kemi kry shërbim për to, sepse na paguan në shpunë që kemi kry, nuk po thojmë fal na ne. Nuk po kërkojmë limosh as ndim pe komunës. Po i thojmë paguani shpenzimet tona që i kemi bë. Ne borxhet e qesëm zero. Sepse ne kemi gjenë mbi 3 milion euro borxhe dhe kemi arrit me pru në ofër 1 milion, 1.1 milion herën e fundit borxhin, ndoshta edhe një herë kemi shkuar edhe 900.000. Dhe kemi qenë në një trend mirë të pagesave të borxhe. Dhe subvencionimet që i përmene nuk janë bë për borxhe të reja. Ta keni parasysh. Ne mbi ofër 900.000 euro i kemi gjetë borxhe të trashëgura në deponi. Ne mbi 500.000 euro kemi gjetë borxhe në naftë dhe kemi arrit me pru borxhin e naftës në 80.000 veç dhe kemi arrit me imbulu shpenzimet që ne veti kemi kriju. Keni probleme dhe me deponin tash? Tjetër, sigurisht, ne kemi thonë këto. Keni ullur borxhin? Ne, qëre, ndaj problemet nuk do të me hesht, as nuk do të me mashtru vetën. Keni ullur borxhet tek operatorët që shesin naftë, sepse ata natyrisht nuk ju japin naftë. Normalisht. Po, me deponin, si e keni raportin? Jo, nuk e kemi ull naftën. Naftën për kundrazi, e kemi ull vitin e kalum 2023 dhe 2024, ndërsa sot nga tetori i vitit 24, ku na kam paraqit pengesat e para serioze të domeve financiare, është rrit prap kostoja. Dhe në deponi kemi nga 900.000 sa i kemi gjetë ato, momentalisht jemi te 1.2 ose 1.3. Dhe tash nëse ne i marrim këto mjete që na takojnë, ne arrim me imbulu edhe borxhet që i kemi gjetë. Për një me, ndërmarrjen e kthemi në borxhe 0.0. Drejtori i kompanisë deponisë në këtë studio ka kërcënuar se do t'u ambyll 2 herë një ditë. Nuk do të lejoj edhe shumë gjatë që ju të dërgoni mbeturina aty pa e paguar obligimin. Në rast se mbyll deponia 2 herë për ju, ku do ta dërgoni
Jo, s'kemi ku e dërgojmë, jo ne po kërkosh, për shkak se e vetmja mundësi me deponu janë deponi që menaxhohen nga kompania e qeverisë, që në fakt se është nivel qeveritar, e menaxhimit deponive, ne nuk kemi plan B. Është veç një pjesë ku ne e shfrytëzojmë, është deponia e Mirashit momentalisht, dhe nuk kemi zgjidhje dhe alternativë të dytë. Po çka po du me e qartësu, ne e kemi ngritë edhe Kitalan, edhe çështën e deponisë. Fatmirësisht ne kemi arrit me bani marrëveshje 2 mujore, dhe jemi pothuajse edhe kjo shumë shpejt na ska dhënë kjo marrëveshje dhe prap të shohim çush kemi me arrit me dalë prej kësaj situate. Do të thonë ju nuk e keni një plan konkret, për shkak se 2 muaj janë shumë afër. Edhe nëse komuna do t'ju lejon që të operoni brenda Nuk janë as 2 muaj të shkërhjedhe. Kështu që komuna veçlet na pagun, s'ka me konë të lashe as nafta, s'ka me konë të lashe as paga e punëtorëve, s'ka me konë të lashe as deponia dhe as një borxh. Kjo është zgjidhje që kryhet me një nënshkrim të komunës në bartjen e mjeteve të cilat janë marrë. Po ju ndërprej për pak minuta, sepse kemi në lidhje Bekim Saliu nga organizata GAP.